Frigoriferët e Korçës kanë grumbulluar rreth 80% të prodhimit të mollëve këtë sezon, ndonse viti ka qenë sfidues për fermerët e zonës. Ngricat e pranverës kanë sjellë dëmtime të konsiderueshme në pemtore, duke ulur sasinë e prodhimit krahasuar me vitet e mëparshme. Megjithatë, sipas operatorëve të pikave të grumbullimit, cilësia e mollëve të mbledhura rezulton e lartë fal kujdesit të fermerëve dhe kushteve të mira të ruajtjes në frigoriferët modern të qarkut. Ne kemi grumbulluar në përgjithësi në zonën e Devollit, Voranit, Pirk, Leminot, cilësia ka qenë e mirë në kultivarë, në varietetet Fuji, Golden, Grand Smith jeshile. Starkinga ka qenë e dobët, ka munguar kjo sasia që ka qenë çdo vit. Ne kemi grumbulluar edhe këtë vit mbi 5.000 kuntal mollë të gjitha varietetet së bashku. Cilësia e lartë e frutit të grumbulluar ka ndikuar që kërkesa në treg të jetë e qëndrueshme, ndërsa prej ditësh ka nisur dhe shitja drejt tregjeve të brendshme dhe atyre të jashtme. Çmimi ka qenë i mirë për fermerët të cilët kanë patur prodhim, prej 40 lek deri në 60 lek, por edhe më shtrenjtë kanë shitur për treg, molla po shitet. Në këto momente që po flasim, po shitet dhe ka kërkesë, sepse dhe rajoni është shtrenjtë. Përfaqësues të sektorit bëjnë të ditur se pavarësisht sasisë më të ulët, sezoni pritet jetë i favorshëm për fermerët, pasi cilësia e frutit dhe kërkesa e lartë mund të kompensojnë pjesërisht humbjet e shkaktuara nga moti.